Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shurupi natyral që pastron mushkëritë ndihmon me astmën, bronkitin dhe kollën. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumoninë, të jeni të sigurt se keni gjetur një recetë të shkëlqyer që mund të lehtësojë këto probleme. Shurupi i qepës është një produkt i vjetër shtëpiak që trajton me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e saj, substancat e nxjerra nga qepa duken se janë vërtet të larta njësoj edhe për lehtësimin tuaj dhe një nga më të rëndësishmet është quercetina. Dhe kjo është ajo që bën atë anti-inflamatore dhe niveli natyral i fuqishëm që vepron në mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, nxjerrjes së zërit, problemeve të fytit dhe mund të përdoret gjithashtu për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit, pneumonisë e të tjera. Është shumë e thjeshtë të bëhet vetëm kjo praktik, ku ka vetëm dy përbërës, qepa dhe sheqeri kaf, dhe nuk ka problem që nuk mund ta lehtësojë kjo dhe ato që lidhen me sistemin e frymëmarrjes do të jenë në qendër të vëmendjes. Receta për përgatitjen e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Pritni qepën në feta. Vendosini këto feta në një tenxhere të madhe duke renditur një fet qep, një shtres sheqeri, një fet qep, një tjetër sheqer dhe kështu me radhë derisa të përfundoni me një shtres sheqeri. Mbulojeni tenxherën për ta mbajtur larg çdo insekti dhe e lini të qëndrojë gjatë gjithë natës. Ditën tjetër do të gjeni gotën me një lëng natyral i cili ka edhe një shurup vërtet me përfitime të mira për sistemin e frymëmarrjes. Doza e lejuar është 3 lugë shurupi çdo ditë, kështu do të keni përfitime më të mira në sistemin e qarkullimit të ajrit dhe gjithashtu në menaxhim më të mirë të lehtësimit të shqetësimeve të ftohjes, sidomos ato të cilat lidhen me gëlbazën në mushkëri. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie do të jetë një zgjidhje produktive në dobi të organizmit tuaj. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer që mundëson edhe mbrojtjen gjithashtu nga komplikacionet të ndryshme që i kanosen asaj. Në këtë video do të mësoni për ushqimet që pastrojnë dhe detoksifikojnë këto organe të rëndësishme dhe ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin e problemeve tuaja. Për të ndihmuar në lehtësimin e frymëmarrjes dhe për të menaxhuar më mirë shqetësimin, në dietën tuaj shtoni çajin jeshil. Çaji i jeshil është një nga çajrat më të rëndësishëm ushqimor, të cilët mund të japin rezultate të shkëlqyera në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes dhe gjithashtu të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të këtyre komplikacioneve. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhan çaji të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo ndihmon në pastrimin e organizmit nga toksinat, por edhe në ruajtjen e shëndetit tretës. Çaji i jeshil kombinohet shumë më mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin dhe do t'jap gjithashtu rezultate të mira në këtë drejtim. Një tjetër produkt shumë i mirë për sistemin e frymëmarrjes është edhe lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujin me limon çdo mëngjes me stomakun bosh për të përmirësuar gjendjen tuaj, citojnë ekspertët. Lëngu i borovicës së kuqe ose i ananasit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje produktive shumë efikase. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Gjithashtu, lëngu i karrotës mund të jetë një zgjidhje produktive shumë e rëndësishme në menaxhimin e këtyre problemeve, citojnë ekspertët. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat i mirë kundër problemeve të këqija. Ai lehtëson sekrecionet dhe ndihmon gjithashtu në përmirësimin e punës së mushkërive. Ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft e mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu do të japin rezultate të përkryera mbrojtëse kundër problemeve të mushkërive. Në dietën tuaj, spinaqi, frutat e pyllit dhe brokoli
peshku dhe rrushi janë ushqimet më të pasura me antioksidant, të cilat do të përmirësojnë shëndetin e mushkërive dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Nëse doni të mbani larg këto probleme, shtojeni me patjetër në dietën tuaj. Origoni dhe energjiku gjithashtu duhet të jenë pjesë përbërëse të dietave më të rëndësishme, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të japë rezultate të shkëlqyera në lehtësimin e sistemit të frymëmarrjes, citojnë ekspertët. Shumë persona e jetojnë jetën e tyre me mushkëri të shëndetshme, por më pas ata pengohen nga problemet e frymëmarrjes, ndërsa ka dhe nga ata të tjerë duanpirës mbi 45 vjeç që nuk kanë asnjë shqetësim. Nuk ka asnjë mister se sa dieta juaj mund të ndikojë në menaxhimin e problemeve dhe në përmirësimin e gjendjes më të mirë shëndetësore. Para së gjithash, shmangni çdo ushqim me origjinë shtatëzore përpara se të filloni në pastrimin e mushkërive. Nga çdo lloj produkti me origjinë shtatëzore përpara se të filloni, duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me gjendjen tuaj imunitare. Pini një filxhan çaj laksativ bimor përpara se të shkoni për të fjetur ditën e parë të dietës suaj. Kjo liron zorët tuaja nga toksinat dhe indet përreth stomakut, gjithashtu edhe lehtëson kapsllëkun. Mushkërit nuk duan të mbingarkohen për shkak të ndonjë pengese ose të pjesëve të trupit të cilat mund të bëjnë në fazën e pastrimit, prandaj tregohuni më të vëmendshëm. Shtyllni 2 limona dhe shtojini lëngun e tyre në 300 ml ujë. Këtë përzierje duhet ta pini para ngrënies së mëngjesit. Kjo do ju ndihmojë dukshëm në tretjen e ushqimit për të rigjeneruar mushkëritë. Pini 300 ml lëng qitroje çdo mbasdite. Nëse nuk ju pëlqen aroma e lëngut, mund të holloni atë në një shishe me ujë ose të zhvendësoni me lëng ananasi. Këto lëngje përmbajnë antioksidant natyral që mund t'ju ndihmojnë për sistem të shëndetshëm të frymëmarrjes. Pini 300 ml lëng të pastër karrote midis mëngjesit dhe drekës. Ju duhet të pini 400 ml lëng frutash të pasura me kalium kur të darkoni. Kaliumi është një substancë e fuqishme që vepron si një tonik për pastrim, por nëse merret në formën e lëngshme, ju mund të shtrydhni karrota, selinoz, spinaq dhe majdanoz. Ky lëng jo vetëm që është i mirë, por do ju ndryshojë edhe jetën. Pini 400 ml lëng boronice përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo ndihmon për të luftuar bakteret të cilat gjenden në mushkëri që shkaktojnë infeksione. Boronicat janë të pasura me antioksidant të fuqishëm, shumë të rëndësishëm në çdo aspekt. Lehtësoni trupin tuaj duke u marrë edhe me ushtrime fizike, pasi kështu do të përmirësoni edhe frymëmarrjen. Bëni një banjo të ngrohtë të nxehtë për 20 minuta çdo ditë. Është e rëndësishme sepse i lejon trupit të nxjerrë toksinat përmes lëkurës dhe djersitjes. Një herë në ditë bëni një ecje të shpejtë. Ecja ju sjell shëndet të mirë të mushkërive. Kur ecni, përqendrojeni vëmendjen tuaj te fryma e lehtë dhe e plotë, dhe kështu do ju qetësojë. Bëni avull. Hidhni në një enë me ujë të nxehtë 5 deri në 10 pika vaj esenciale eukalipti dhe merrni frymë me një peshqir mbi kokë derisa uji të ftohet. Vetitë e mira të vajit të eukaliptit do të çlirojnë mushkëritë nga problemet e mykut dhe të ftohjes. Ndërkaq, mund të jenë disa gjëra nga këto që nuk mund t'i përmbushni dhe as nuk mund t'i bëni në dietën tuaj për 3 ditësh. Nëse do të ishte ky rasti, atëherë të paktën mund të pini lëngun e karrotave ose të boronicave dhe të ecni për një javë. Kështu, 3 shtylla themelore janë: mos pini duhan, mos pini kafeinë dhe këshillohuni me mjekun tuaj për çdo problem të mundshëm që mund të keni, pasi këto mund të jenë vetëm alternativa të cilat ju ndihmojnë, por kur gjendja juaj është kritike, mos neglizhoni këshillat e mjekut. Është e rëndësishme në çdo rast që nuk duhet të evitoni këshillat e tij dhe mbi të gjitha të merrni në konsiderat trajtimet në mënyrë më të mirë. Është e rëndësishme që të kujdeseni më shumë për shëndetin e mushkërive, sidomos edhe në ditët kur virozat janë më prezente. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.